Asa. Dhem koma. Hey! Si do më kur është për punë. Ja, I qik lëvizë. Shmi që si da ka vilën lale se... Po kodë për taksirat lija, kupto? Jo taksirat lime? është gjynaf. Të që ja e punë duhet. Pse të nodhe? S'munëm tu. Qa s'ke sakrifikuar edhe ti? Për këtë show. Si sot, para një viti, unë kam bërë aksident tragjik, kam jetë të dytë. Kumi? Në jug. Po shdeshe në jug? Desh vdiqja. Po shdeshe në jug të mi grupa burë? Shkoja në punë. Së të vjen zorë? Shkoja në punë. Në shqyqyr që ke shpëtu? Shpëtova. Si që? Iku makinas, manin Ku, në qa veni? Bas tunelit, aty qaf muzin, qa quet. Apo në Saran? Në Saran, duke shku për Saran. Se ka tunel? Po, kanë bërë Saran, kanë bërë tunelin aty, sa nuk më mbanti frena, po është gremi, nga ana e BMW, seria 1 Cabrio. Gremina, vetëm a këthimi timonit nga ana malit, më ka shpëtu, iku një rot poshtë. Vetëm ylli? Numner, unë flas, hapër airbegu, thyrë hundë, thyrë kraun. Qa thu? Pa djenja, të nesme kam marrë veshun që kisha këmbë e dorë. Qa thu? Gjitha ata policës, makina bëcop, iku për skrap. Ata më thoshin, polica, qa ke bërë një gjë të mirë se me aksident të tillë nuk shpëton as njeri. Familjen e kam lajmëruar mas 2-3 ditësh. Se s'doja ti traumatizoja, se gocat si kisha, I kisha të dyja në Itali. Vetëm mund të punë, nisesha për punë. Menaxhoja një klap aty. Edhe, që pyt. Ka darë zoti. Fati imi mirë ishte që nuk ishte makinë as para, as mrapa, se të kishte pas një para, po një mrapa, I përshesh. Fati. Qa thot? Po, nuk e di se di as vetë se si. Po ku të bon, këtu apo jashtë? Këtu në Sarandë. Spital në Sarandë? Sarandë, se aty kisha më afër, sa të vinin këta Tiranës, unë isha kështu me... Oksigen? Po kështu me gjaku vu, nga unda, nga... Më qanë këto gjaketat e kështu se u s'lëvizja do të. Nesër me ata më thoshin ke këmbë e dorë prapë, ore, nuk pysja do me thonë për dhimbje, po thosha, kam këmbën e kam dorë se më duke si kum gënjeni. S'nisha si gjo, Po, pësova dhe një hipotermi të hidhesha kështu në ambulatë. Hidhesha kështu, kreba. Qa thume? E maj men që kam thonë vetëm ati burit që ndaloj për mua, se ndaloj një kalimtar me makina, aty që të lajmëronte. Do me thënë, thash emër të një të punës, aty më shkoj meja se ku do vini nga Tirana, apo nga kush do vinte. Kaq një emër, morë, telefonin tim shqyqyre kisha këtu, edhe pastaj mu fik filmin. Sa kishte filluar a I shiu, kështu, edhe unë isha e pesta që bia në të njëjtin vend para me të nesën, të me thonë. Gjete këtë kofome, për kokë time. A I shiu që është të shkitëshëm, kështu. Po, shiu I parë? Po. Pastaj doli, kur shiti... Ekspertizën? Ky makinë për skrap që kishte shpresa se mos nga makina ime ishte unike në Tiranë, ishte makinë e programuar për gara, që ku e kam blerë. Edhe ai kishte shpresa për të shitur motorin të paktën ky. Edhe kur kishte shitur motorin, aty kishte kuptuar që problemi vinte nga motori, ishte çaj motori, që s'më banin frena. Nuk e di. Vaj filtra gjona si ke... Po, gjitha I kisha bërë, po si njerë, por e bleu. Gomat e reja I kisha 2 muaj që I kisha ndru. Gomat e kanë fajnë? Jo me qa... Po jo me është a I shiu I ves që bëhet ves. Isha e pesta të ditë që në të njëtin vënd. Një qik vaj ose në I pik naftë. Ja. Bje shiu I parë, ajo bëhet sapuni. Nuk e di.
Si i parë, Ti shtyp kamba, lariot, në fund, shtyp, i qasë mbani. Del në herë bosh ajo. Ore fare, po them fare. Mu më zbloku i herë në tunel. E ubja jo, Po mirë, s'tu kujtun franë e dorës ty. Zbloku. Po, ore, i bëra gjitha, po them. Ja, do është Mohamed. Po nuk është automatike ajo. Si ka kam. Makina nuk është me marshe. Po ka dhe frena. Po pra, po, e bëra dhe atë, po nuk. Franë e dorës me forcë. Po themi iku rrota, iku. Me qenë mal. E bllokojnë rrotat me aty. Po unë qatë bëja për para, unë devimi asaj më ka shpërsu se unë mund të përfundoj në Gërmin. Në rrugën time që... Po mali më ka rujt. Se makina përfundoj... Ajo është malore shumë e keqe. Unë gjithmonë eci me franë e dorës gati. Në Ti zbrit. pas ke jetë dytë. E kam të dytë jetë. Nuk i di. Ndaj i thash lariot, të i thash një mëngjet letë. Në automatikë. Qofte edhe për këtu. Kur kam bërë, kur ka ndodhë gjithë këto gjëra një jetë, po pysma. Vetëm fillimin e rrugës. Le të ndodhi qa të ndodhi. Se nuk... Qi aty rëshkat, shumë makina. Kur shkojsha pastaj në punë, se Edhe fillova tjetër që nuk e ato respektojnë fare, uqejta, po prapi kisha shenjat shumë të kështu. Malorja ka Përparësi ka i që ngjitet. Makjarës që mos dukesha dhe syze dhe kujton njerëzit se kisha pësu gjohë. Ama gjithë ato më kanë përkrash shumë. Qofte edhe punës, por qofte edhe klientët që më njihnin kështu gjithë më shkullin sa më u shërove, u bërëm. Kanë dashur shumë. Se s'të dunë më? Po më dush po si kam taku më që vjetë. Ja, Ja, për sotin kanë dhënë shumë kështu kurajo, shumë. Gjithë më pysnin më vinin gjithë aty Pas ke jetë përsu. dytë, Të dytë, të dytë. Urime. Faleminderit. Sa vjeç jeti? 1 vjeç. Pesë. Atër i vetë 50. Shtë të bëjnë Amerikë. Jo me 10 herë. Sa vend ti vëllëzër ku jeti ti pik 50. Hap. Nuk erdhi njeri jo. Jo më kam lëru lit. Mos Edhe ja do morën. ajko. Ja, këta, koti shtin frikën të alën dhej. Ha, qa, hajde, Ore zgjo yllin e ke për gjithë fermën. hajde këtu. Hajde. Edhe më forta. Gocave, i thash, i lash porosi motrave që mos t'i thonin që më kishen. Hajde këtu. Po t'i thoshin do prisnin biletën me më pa, kupton? Edhe këto tani, unë nuk e dija që më kishin bërë atë opsionin për të gjetur kur hum telefoni, Po, që GPS. vendovjen. Po. Edhe unë i thosha, ja se jam punë, nuk e hap dot, se në Saran më shumë s'ka valë se sa ka. Nuk e hap dot, më merrni me voice, jo me kamera, se këto doni me form. O maca po bëllë, si po halë. Ja, se tani kështu. Edhe këto të dyjat shumë të indinjuar, të mërzitura, mami nuk na do më, se nuk na hap telefoni, na gënjen për vendodhje, se mbas 4 ditësh më transportuan nga Saranda në... Se ndeta aty 3 ditë, edhe na gënjen se qa ka ndodhur nuk na do më dhe duke bërë me mua kështu. O ma, qa ka ndodhur me ty, pse s'na hap telefonin, neve të kuptojmë që ti nuk je në Sarandë dhe kështu, kur i tregohat vërtetën ato qanit të dyja me na falë, ma se më parë gjykuan që... Ashtu është ti e femër që para gjykon. Qani, që po zdesha të më thëmë për qa do vinin ato tani, do prisnin biletat, unë kisha erdi motra nga Italia që më kujdesi.